Selam aleikum, kam 8 vite martes, nuk e kam pagu, thot, zeqatin e arit. Tash du me pagujt, a duhet edhe për ato 8 vite. Wa aleikum selam, Allahu të bëft të kujdesshme në halal edhe në haram. Sa i përket zeqatit të arit për zbukurim që e ka femra, unë e jap përgjigjen time që s'ka nevoj me dhanë fare zeqat, nëse këto bijuteri, ky ari, është i sasisë normale, dhe më thonë 200-300 gram, 300-400 gram, kështu me radhë e të poshtë. Pra nuk e lunë rolin e thesarit, por të arit për zbukurim për edhe i vendos, dhe më thonë i mani, i ven her pas herë, mrana halalit, po flasë gjithmonë. Në të rast të themi, s'ka nevoj me dhanë. Ka për ulemave që thonë veç një herë jep, herën e parë, vitin e parë, ma nuk jep. Ka për atyne që thonë gjdo herë me dhanë njëtë si gjdo ari tjetër, por të analizu fetfat, analizat e djetarve në bazu në argumente, gjithmonë në argumente, themi se kjo, a me dhanë veç një herë në fillim vitin e parë, a mës me dhanë fare, këto dyjat, njona për këtyne është ma e saktë. Une, kom përzgjedh atë që e di gratë paka shumë sa kanë ari, të na dhe ma nuk kanë me 1 kilogram e 2 kilogram, themi, nuk e keni ju, ari ju nuk e ka rolin e thesarit, prandaj s'ka nevoj me dhanë fare. Eventualisht, për të qëtësu, jep një herë, edhe ma nuk jep fare.